Miq të nderuar të emisionit dritare, mirë se po takohemi sërish edhe në emisionin e kësaj jave. Kësaj radhe, mysafiren nuk e kemi në studio, me që ajo ndodhet në San Francisco, ku aktualisht punon si menaxhere e marketingut në kompaninë amerikane LinkedIn. Është kjo Hava Maloku, me të cilën do ta zhvillojmë një bisedë virtuale. Zonja Hava, do t'ju përshëndes jam e mirëmëngjesi, mirë po të ne është pothuajse mbrëmje, kështu që Esselamu Aleikum vlen për gjitha kohrat. Wa aleikum selam, faleminderit për ftesën. Zonja Hava, disa ditë më herët e keni aranjuar takimin e kryeministrit Kosovës me drejtuesit e kompanisë LinkedIn. Është ky nder i madh për juve, duke qenë se jeni shqiptarja e vetme që punonin në një kompani të tillë dinjitoze dhe keni bërë që zëri ynë si shqiptar të dëgjohet për të mirë edhe për te Atlantikut. Çfarë ndjesie paraqet kjo për juve? Është një ndjesi e veçantë në të vërtetë. Siç e tha edhe vetë, jam e vetmja shqiptare që punoj në LinkedIn dhe kam pas nderin dhe kënaqësinë me aranxhu një takim të kryeministit Kurti me menaxherët e LinkedInit, domethënë me drejtuesit e LinkedInit. Është një kënaqësi e veçantë që përveç meje më dëgjuan një zot tjetër, një zot i udhëheqësisë, një përfaqësim dinjitoz që e bëri Kurti dhe ekipa e tij. Edhe kam qenë shumë e kënaqur me këtë vizitë që ka bërë kryeministri Kurti, se spari ka është vizita e vetme e një niveli të tillë qeverisjes në kompaninë LinkedIn, por të them drejtën është vizita e dytë në San Francisco prej një udhëheqësi kosovar. Vizita e parë ka qenë nga ish presidenti i atëhershëm Fatmir Sidiu, ka qenë vitin nuk e di saktë 2010 apo 2011, po atëherë dikur, por nuk ka ardhur, domethënë doktor Fatmir Sidiu ka bërë vetëm një bisedë, një vizitë kështu me diasporën shqiptare në San Francisco, por jo edhe me kompanitë e teknologjisë. Këtë radhë ishte pak më ndryshe, kështu që isha shumë e gëzuar, domethënë dhe shumë emocionuar që një kryeministër e viziton LinkedIn-in. Zonja Hava, na tregoni pak për rrugën që ju personalisht e keni ndjekur, qoftë atë akademike, qoftë atë profesionale, për të arritur në një pozitë kaq të lartë menaxhuese. Rruga ime është e gjatë, tash nuk e di ku t'ja filloj. Mas pari, edhe unë si çdo e re kosovare, e lindur në Pakqilan, e rritur në Prishtinë. Në kohë, domethënë para lufte, siç e dini edhe vetë, kushtet mjaft vështira, si për edukim, si për prosperim. Por e falenderoj shumë babin tim, që në atë ku ka pas një vizion shumë qartë, që gjuha angleze të vyn, edhe kam aty nevojit një ditë, duhesh me qenë gati, domethënë si profesioniste. Edhe si e re, si e vogël, domethënë klasë të 4, unë ka fillu me ndjek një kursues angleze, në atë kohë në Pallatin e Rinisë, ka qenë, nuk ka pas kurse private në atë kohë, të drejtë, siç janë çdo vend, nuk ka pas kurse private, ka qenë kursi i shtetit. Edhe kam ndjek për 2-3 vite, por mandej filloi lufta. Edhe ajo njohurim ka nevojit shumë, ajo njohuri e gjuhës angleze, për shkak se kur kam qenë refugjate në kamp, kam qenë e vetmja që kam folë gjuhën angleze, edhe pak ashtë në atë nivelin që kam folë në atë kohë në shkollë fillore. Mon ka fillu aty që duhet me mësu gjuhën angleze, se babi domethënë ka mësu gjuhën ruse. Në kohë gjuha ruse ka qenë ma e rëndësishme, por ai ka po domethënë të rëndësishme që unë me ndjek gjuhën angleze. Edhe mandej normal gjithmonë kam pas shtymje edhe pe prindve që duhet me mësu, duhet me qenë gati, se normal në atë kohë situata në Kosovë ka qenë mjaft e vështirë, siç e cika, por nuk më ka ndalë për me mësu dhe për me marrë atë edukimin e duhur, edhe pse në disa raste na kemi shku dhe siç e din me orare të ndryshme, shumë njerëz edhe gjimnazet, fatmirësisht gjimnazin e kam kryer pas luftës, por në shkolla Ismail Qemali ku kam kryer shkollën fillore, ka pas edhe orare të 4, domethënë ndrimi 4. Edhe kur kam shku në shkollë ka qenë ora 4 ose 5 mesdite, që është domethënë gati koha me shku gjumë ti shkon në shkollë, për shkak të kushteve se okupatori serb e kam okupu 3/4 e shkollës tonë.
Do me thonë, edhe pse kohë keqe, por kemi mësu. Ka qenë ndoshta edhe ajo periudha që vështirë që na ka shtyr ma tepër me thonë të pamundur për me bë diçka më Ka shumë. sa i përket shkollimit më të lartë? Po e zgjata pak shumë për shkak se desha me cikë që sa e rëndësishme ka qenë në shkolla në jetën time si e re. Mandej si shkollimin e lartë pas luftës Kosovë, kam arrit me fitu një bursë që e ka dhënë, domethënë departamenti është shteti amerikan, në bashkëpunim me zyrën amerikane në Prishtinë, edhe kam vazhdu edukimin në Iowa për 3 vitet e ardhshme fakultet. E mandej nuk kam mjaftu me kaq, kam vendosur me vazhdu edhe masterin në San Francisco të Kalifornisë. E kam pasit udhës me qenë këtu afër në Silicon Valley, për shkak të kompanive të ndryshme dhe në atë kohë teknologjia veç filloi me rulësu këtu shumë. Kur kam përfunduar masterin, kam fillu me punu në kompani të ndryshme, njerë startups, mandej pak më të mëdha dhe kam deri në LinkedIn, edhe ndërkohë kam përfunduar edhe doktoraturën, se mendoj që në të ardhmen du me qenë edhe me eduku brezat e ri, një profesoresh, edhe nëse në kohë të shkurtër, edhe nëse pjesërisht, po të paktën du me pas atë mundësi për me eduku brezat e ri. Ju urojmë shumë suksese në çdo synim që keni. Zonja Hava, platforma LinkedIn në Kosovë përdoret më pak në krahasim me platformat e tjera, fjala vjen Facebook, Twitter e të tjera. A mund të na informoni pak më shumë rreth kësaj platforme? Po, ndoshta arsyeja pse përdoret më pak është për shkak se gjitha ato beneficione është pak më vështirë mi marrë në Kosovë. Unë për shembull për vete, gjitha punat deri tash çka i kom marrë kanë qenë përmes LinkedIn. Në LinkedIn ka mundësi njeri me apliku, por edhe me zgjedhë domethënë cilat kompani po do me punu, për shkak të punave që ofrohen aty. Domethënë është një bagazh i punave. Por po kuptoj që në Kosovë, domethënë kostoja për me publiku një punë prej kompanive të ndryshme është e lartë, ndoshta për Kosovë nuk është e menaxhueshme. Ndoshta është kjo edhe një prej arsyeve pse nuk përdoret, por unë prapë mendoj që ja vlen të përdoret për shkak se mund ta paraqesh një lloj CV-je të tëndën me gjitha punë që ke kryer edhe universitetet, por edhe rekomandimet, aftësitë tua profesionale, është një lloj pasqyre për të gjithë një recruiters apo edhe njerëz të tjerë që kanë dëshirë të njoftë, sikur për shembull me platforma tjera që mund ta bësh përmes fotove, këtu e bën përmes lloj CV-je siç e ceka, punë të ndryshme që i paraqet. Tjetër çka ofron edhe klasa online, LinkedIn Learning është domethënë ofron klasa online, mandej edhe është një platformë e mirë edhe për marketing, edhe për marketing të bizneseve. Jo domethënë diçka të kostumerave, por më tepër për biznese. Edhe fundit kisha me cek, edhe është një mënyrë për me pa më tepër, është një platformë ku mundesh me mësu më shumë për botën, domethënë e profesionalizmit, edhe bizneseve. Nuk gjen aty artikuj, ndoshta për shembull për jetën private, si të ushtrojmë apo si të kryjmë punë e përditshme, më tepër si të ngrihemi në karrierë, çka, domethënë ka kontent të ndryshëm, por më tepër në profesionalizëm. Aq me fjalë të shkurtër. Zonja Hava, ju duhet të keni statistika se cilat janë ato profesionet cilat kërkohen më shumëti. Jemi edhe në fund të viteve akademike, kjo që ju shërbejnë trinjve tanë për të orientuar në karrierë. Çfarë mund të thoni lidhje me këtë? Cilat janë ato profesione që kërkohen më shumëti në treg? Por profesionet më shumëti që po kërkohen për momentin janë më shumë të hynë në degën e software engineer apo inxhinier software. Edhe aty përfshihen disa degë ndryshme, Java, PHP, mandej front-end, back-end, unë po flas pak me terma edhe nëse janë në gjuhën angleze, për shkak se nuk besoj që ka në shqipe, edhe ata që janë në këtë profesion e kuptojnë. Do me thonë ma tepër në fushën e inxhinierisë, në software, por ka dhe fusha tjera, si që është për shembull edhe këtu kërkohet të paktën, unë po flas për në Amerikë, ma tepër edhe
si do me thonë shitës, po nuk do me thonë shitës i thjesht, po shitës i softverit, shitës i produkteve të ndryshëm. Edhe e treta është nurse apo motër medicinale që është në Kosovë, po këtu në Amerikë, do me thonë për mu po motër medicinale, duhet me kry fakultet, do me thonë 4 vite. Është ma për është e zamencon mjeku në shumë gjana motra medicinale, edhe kjo profesion kërkohet shumë për momentin në LinkedIn. Po çka kom pa rritje prej do me thonë vitit kaluar në këtë vit, është edhe ma tepër këto profesionet veterinari, se këtu në Amerikë, do me thonë, njerëzit kanë shumë edhe kafshë, edhe e preferojnë, do me thonë, me të mjeku për kohën, do me veterinaria, mandej edhe specialist i prap, do me thonë, në nursing aty, nuk e di saktësisht ajo çfarë më quhet, por po infermieri ma tepër në drejtim, edhe e fundit është do me thonë për analiste e biznesit, edhe kjo kom pa një rritje të mjaft të madhe prej vitit kaluar. Zonja Hava, le të kalojmë pak në rrafshin personal. Sa kujdeseni ju që çështja kosovare, çështja shqiptare të përhapet edhe në vendin ku ju ndodheni? A lo banin çështjen shqiptare, a ju tregoni kolegëve tuaj për pozicionin gjeografik, për historinë e Kosovës? Patjetër, bilet, atë shumë flas, sa që thojnë, kjo do me thonë tankohen, po fokusohet në Kosovën, edhe sikur unë ka marrë prej Kosovës tash, dhe pse jetoj në Amerikë gati që 19 vite. Kështu që po, patjetër, çdo herë. Sa herë të jem mundësi flas për Kosovën, në mënyrë ma pozitive të mundshme. Normal për pozitën gjeografike, për njerëzit që kemi të fortë, që kanë përballu luftë pas luftat të tëra dhe prapë jemi ngrit në kamë, për njerini që kemi të mrekullueshëm, njerini të mençur, edhe që po arrin nga zbardhjen fytyrën çdo ditë në fusha të ndryshme. Po mandej edhe për do me thonë për inovacione që po ndodhin në Kosovë, në teknologji, edhe çfarë ndryshimi, se unë personalisht pa shumë ndryshime në këto vitet e fundit, në krahasim me më herët. Do me thonë çka është mundësia unë e paraqes Kosovën, sikur fakultet, që çdo prezantim jam mundu me kuadru edhe Kosovën, edhe mandej edhe në master, apo edhe në punë tash, e tash jam për momentin të lobu për me bo, me fut gjuhën shqipe, si gjuhë zyrtare në LinkedIn. Se LinkedIn ka mi 17 gjuhë zyrtare, po gjuha shqipe nuk është ende aty, për shkak se popullsisë nuk është edhe aq e madhe me shiqu ashtu në rrafshin, do me thonë, e statistikave. Por prap unë jam aty shumë zëshme për me fut gjuhën shqipe dhe si gjuhë zyrtare. Se nesër nëse do ndikush me përdor LinkedIn e nuk e din gjuhën angleze, ka mundësi edhe në gjuhë shqipe. Ju dëshirojmë suksese edhe në këtë synim tuajin. Zonja Hava, le të kalojmë pak te puna e mbulesës. Po ju shohim juve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në pozitë kaq të lartë, dhe e dim se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë ndonjë vend musliman, përkundrazi muslimanët paraqesin një pakicë fare modeste. Kurse ndërkohë e shohim rastin e Kosovës, ku edhe pse në mazhorancë jemi musliman, kemi diskriminime, kemi vështirësi të grave me mbulesë në punësim, në shkollime të tjera. Kjo bëhet edhe më e vështirë kur kjo legjitimohet me anë të udhëzimeve të ndryshme administrative. Çka mund të na thoni lidhje me këtë? A keni pasur ju vështirësi për shkak të mbulesës? Jo, tash të jeme sinqert, unë nuk kam qenë mbuluar, do me thonë tërë këto vite që kam qenë në Amerikë. Se unë, për fatë mirë, jam rritë në një familje besimtare, do me thonë. Babe, babgjysh, më kanë bo namaz, edhe për vete kam bo namaz në qysh në vogël. Nuk ka qenë islami diçka, do me thonë, diçka që e kom pa diku tjetër edhe kom su, por e kom pas në familje, jam rritë me ta.
edhe ka qenë diçka shumë domethënë natyrale që ka ardhur te unë edhe mbulesa, por hap pas hapi, domethënë kam fillu një herë me siç e thika me namaz, me agjërim, edhe ngadalë çdo herë, domethënë çdo vit tu përmirësu diçka tu bo ma shumë, edhe domethënë mbulesa ka ardhur si diçka që për me kënaq Zotin tem, domethënë diçka na shumë natyrale për shkak se në fund të ditës nuk mjafton vetëm mësimi, domethënë që e bëj për tru, për me angazhu trunin, edhe ai fizik, ushqimi që japim, por na vjen edhe ai ushqimi shpirtëror, me qenë e balancume, kështu komplet si njeri, si person. Edhe domethënë unë gjithmonë e kom pas qenë me mbulu, për shkak se e kemi farz, edhe çdo femër muslimane duhet me mbulu. Siç e thika, domethënë nuk kam qenë çdo herë, nuk e di tash në çdo fazë a ka ekzistuar ai diskriminim, por për eksperiencës time pasi jam mbuluar, jo as pak. Bile kur jam mbulu, edhe kam cek te shtëpia, te punëdhënësi, ka thonë s'ka nevojë me tregu. Kjo është një gjë personale, është e jotja, s'ki nevojë domethënë mua arsyetu pse po dukesh ndryshe ose pse ke një hijab në kokë, domethënë nuk ka pengu fare. Bile çka vlen, çka është interesante me cek, është se unë në vendin e punës kam edhe një dhomë ku falem, është dhoma e faljes, edhe dhoma e lutjeve. Domethënë në Amerikë i kushton shumë rëndësi edhe atij ushqimit shpirtëror që ceka. Edhe ka domethënë fe të ndryshme, normal dominante është feja katolike, protestante, por edhe ka domethënë një pakicë jahudi, edhe ka dhe domethënë besime tjera që ndoshta ato i kryjnë me anë të meditimeve apo mënyra të ndryshme që mendojnë që po lidhen me një diçka më të lartë, diçka më e lartë se ne. Mendoj që besimi të mban për tokë, të jep atë frymëzim edhe atë mbështetje kur kemi nevojë më shumë. Se për shembull jeta të përplas me lloj-lloj sfidash, poshtë edhe përpjet, nëse nuk e ki diçka që ti mu mbështet, ka me qenë vështirë, edhe për atë shohim njerëz shumë depresion apo situata të këqija që nuk mujnë me vazhdu tutje. Po besimi tregon që edhe besimi në Zot, domethënë ta jep atë mbështetje që ka me qenë më mirë, gjithçka që ndodh në jetën e muslimanit është hajër edhe vazhdo me tutje. Tash prapë te pyetja jote se zgjata, jo nuk kam has asnjë vështirësi, as edhe në rrugë, as edhe në punë, as edhe në shoqëri, më kanë prit shumë mirë, edhe bile, dhe më kanë pyet edhe më herët pse nuk ka më shumë femra të mbulume, për shkak se e cek edhe vetë jemi një shumicë muslimane në Kosovë. Nuk ka vështirësi këtu as në shkollë, dhe nëse je në shkollë fillore apo të mesme, ka dhe shumë vajza të mbulume, janë shumë të kujdesshëm, shumë të kujdesshëm amerikanë që me ta respektu ty besimin. Bile unë mendoj që nëse paraqitesh vetvetja, këta e dojnë njerin që është vetvetja, pse më paraqit dikush që nuk je. Unë jam kështu si jam, edhe kështu më dojnë. Nëse unë mendoj me mu bo si ata, atëherë nuk jam vetvetja. Edhe kur e cika sa janë të kujdesshëm në ushqim. Për shembull, në LinkedIn ne kemi kafeterinë, edhe aty kemi ushqim për drekë, mëngjes, darkë, domethënë kemi si pjesë që na ofrohet orë. Edhe aty kemi shkrimet, për shembull, shkruan halal, ose shkruan, domethënë përbërësi, se shumë herë ka shumë përbërës që fshihen, nuk e din për shembull që kanë përbërës që nuk lejohet ty si muslimane mi hangër, ose ka alkohol, ose ka përbërje të derit, edhe aty shkruan, edhe paraqitet edhe me fotografi, domethënë janë aq senzitiv që ti si muslimane apo tjetri si hindu që është i hindis, me u kujdes për fenë tone. Edhe këto shumë i njohse, edhe për kompani, po edhe për popullin amerikan, sa janë të kujdesshëm për gjitha këto. Urojmë që rastin e njëjtë ta ndjekim edhe ne në Kosovë, megjithëse gjërat po ndryshojnë për të mirë. Zonja Hava, faleminderit shumë për kohën që e ndatë, eksperiencën që e ndatë me neve. Ju urojmë shumë suksese në vazhdim. Na keni bërë krenar të gjithëve. Faleminderit shumë edhe për juve Isra, edhe për ftesën, edhe për këtë bashkëbisedim. Ishte një bashkëbisedim shumë spontan edhe shumë u kënaqa, edhe shpresoj të
mbajmë prap kontakt edhe të kontaktojmë kështu. Sigurisht, ju presim edhe në studio fizikisht. Faleminderit shumë. Çdo të mirë. Edhe juve. Miq të nderuar, kaq kishim përgatitur për sot. Urojmë që rasti i zonjës Hava të ndiqet nga rinia jonë, rini mjaft vitale dhe e shëndetshme. Deri në takimin e radhës, Esselamu alaikum.